Shtëpi do kushtojnë me lirë. Po ju doni me bo lajm tash një gjoti vajit debatit. O zotin e rum. Na kthe përgjigje. Ka dalë jashtë kontrollit ndërtimi. Mane. Në Tiranë ka dalë jashtë kontrollit. Dhe 3 muaj jashtë kontrollit. Po a do ulen çmimet e banesave në Tiranë e Rion Branchës? Nuk lidhet me ofertën e kërkesën. Je ekonomist vëlla. Ma argumento. Tani, Gjergj, t'ja kthe një përgjigje? Jo, duhet vazhdoj të bëj, mos ja kthe. Në Tiranë po ndërtohet keq. Në Tiranë nuk po ndërtohet për strehim. Nuk po ndërtohet për strehim, pse as për banim. Në Tiranë po ndërtohet keq, në konceptin tim. Në konceptin, unë jam shumë dakord me atë që Edi Rama thot, që Tirana duhet kthehet dhe po kthehet në një hapësirë, në një panajër të madhe, muze, çfarë duhesh ti të arkitekturës, se realisht po ndërtohen vepra të bukura. Po eksperimentohet po. Po a janë, ju mos po nuk po arkitektura botërore po eksperimentohet. Po thirren arkitekt shumë të rëndësishëm kësaj bote për të projektuar në Tiranë. Por ama, po them, apo ndërtohet? Që ne të ndjehemi mirë? Unë mendoj që jo. Okej, tash